Vendimi I gjykatës së apelit për zbutjen e dënimit ndaj Azgan Mërnicës, I shpallur fajtor për vrasjen e efektivit të policisë së shtetit Novruz Cenalia, ka sjellë reagime të menjëhershme në opinionin publik dhe institucionet shtetërore. Apeli vendosi dënimin me 35 vite burg për Mërnicën, duke ndryshuar vendimin e mëparshëm të gjykatës së Fierit, e cila kishte dhënë burgim të përjetshëm. Ministri I Brendshëm Besford Lamadari reagoi ashpër ndaj këtij vendimi, duke shprehur shqetësimin për mesazhin që mund të përcillet në raste të tilla. Në deklaratën e tij ai theksoi se edhe pse arsyetimi I plot I vendimit ende nuk është bërë publik, ulja e dënimit për autorin e një krimi kaq të rënd është thellësisht shqetësuese. Sipas ministrit, vrasja e Novruz Cenalis nuk ishte vetëm një tragjedi për familjen e viktimës, por një sulm I hapur ndaj vetë shtetit dhe autoritetit të ligjit. Lamadari nënvizoi se akte të tilla cënojnë sigurinë publike dhe mund të dekurajojnë efektivët e policisë në kryerjen e detyrës së tyre. Ngjarja ndodhi me 13 maj 2024 në fshatin Baltës të Fierit. Sipas hetimeve, Azgan Mërnica po lëvizte me automjet me shpejtësi të lartë në rrugën e fshatit duke rrezikuar banorët. Efektivi, Novruz Cenalia ndërhyri për ta ndaluar dhe për të tërhequr vëmendjen, por situata degeneroi në konflikt fatal. Në kulmin e përplasjes, Mërnica nxori armën dhe e qelloi policin me një plumb në kokë, duke I shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas krimit ai u arratis, por u arrestua 48 orë më vonë nga forcat e rendit dhe ju dorëzua drejtësisë.